me ato të Bashkimit Evropian. Kam nëjsin të lidhem drejt për së drejti në këto momente me deputetin e Partisë Socialiste Erio Mile për të biseduar më gjërësisht sa i përket këtyre nismave. Përshëndetje dhe shumë faleminderit. Përshëndetje Anila, kënaqësia ime të jem pjesë e emisionit tuaj. Gjithashtu dhe për ne atëherë, Mile, nisim me njëherë me projektligjin e propozuar sa i përket gardës, çfarë ndryshimi ka nga ligji aktual me ndryshimet e propozuara, pra ku është theksi në këtë rast? Ky është një ligj i cili sjell disa ndryshime në ligjin organik të Gardës së Republikës. Është një ligj i cili duheshe ripar dhe duheshe sjell për disa ndryshime ligjore për ta përditësuar më shumë ligjin, për të sjell disa pjesë të normave të cilat ishin të paaplikueshme për shkak të përditshmërisë dhe aplikimit të drejtë për drejtë në praktik të ligjit, qartësimit disa normave të cilat përgjithsisht mund të krijonin edhe përplasje me norma të tjera në akte të tjera të legjislacionit shqiptar, pra është, po themi, një punë e përditshme, një riparje e ligjit për të sjellë një përditësim të tija të mëtejshëm. Normalisht ligji ka krijuar mundësinë edhe për institucionet e tjera të sigurisë ose personave që punojnë në institucionet e tjera të sigurisë, si Policia e Shtetit, Ushtria, duke dhënë dhe atyre mundësinë për të pasur dhe ata një kalim dhe më pas një karrierë në Gardën e Republikës. Është një ligj që ndoshta kishte ardhur momenti të updatoshe dhe të rishikoheshe dhe mbi atë është punuar. Për të kuptuar pak më tepër, ligji është shumë teknik, unë nuk do dalem për të lodhur dhe dëgjuesit. Ligji me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste është tërhequr për shkak se dhe diskutimet në komisione dhe diskutimet brenda grupit dhe me ekspertë të ndryshëm kërkon që të kemi përsëri disa shikime më të detajuara për të parë pastaj edhe efektet ligjore që ato do të japin. Kështu që është një updatim normal i ligjit për Gardën e Republikës.